emri që nuk shuhet kur, dashuria e përjetshme për profetin Muhammed a.s. Në një botë që ndryshon çdo ditë, ku emrat vijnë dhe harrohen me kalimin e kohës, ekziston një emër që nuk është zbehur kurrë. Një emër që nuk është harruar, por përkundrazi, është përmendur më shumë se çdo emër tjetër në historinë e njerëzimit. Ky është emri Muhammed a.s. Kanë kaluar më shumë se 14 shekuj nga koha kur ai jetoi në tokë, por dashuria për të nuk është zvogëluar, ajo vetëm është shtuar. Në çdo kontinent, në çdo gjuhë, në çdo kulturë muslimane, ky emër jeton, frymon dhe përcillet brez pas brezi. Por kjo nuk është një dashuri e zakonshme. Është një dashuri e pastër, një dashuri pa interes, një dashuri që nuk kërkon asgjë në këmbim, që nga lindja e një fëmije në një familje muslimane, një nga dhuratat më të mëdha që prindrit mund t'i japin atij është pikërisht ky emër, Muhammed, Ahmed, Mahmud. Forma të ndryshme, por me një kuptim të përbashkët, i lavdëruari. Sot, statistikat globale tregojnë se emri Muhammed, në të gjitha variantet e tij, është ndër emrat më të përhapur në botë. Vlerësimet flasin për 10 miliona njerëz që mbajnë këtë emër. Disa analiza demografike sugjerojnë se vetëm forma Muhammad dhe variantet e saj mund të numërojnë mbi 100 milion bartës në mbar botën. Kjo do të thotë se çdo ditë, miliona herë, ky emër thirret në shtëpi, në rrugë, në shkolla, në vende pune, një jehon e vazhdueshme e dashurisë e një ummeti për profetin e tij. Por nuk ndalet këtu. 5 herë në ditë, në çdo cep të botës, nga minaret e xhamive ngrihet një thirrje e shenjtë, ezani, dhe në këtë thirrje, emri Muhammed a.s. përmendet qartë dhe me nderim. Eshedu ene Muhammeden Resulullah. Dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Nga Azia në Afrikë, nga Evropa në Amerikë. Kjo fjali përsëritet pa ndërprerje. Nuk ka orë të ditës ku ky emër të mos përmendet diku në tokë. Ky është një fenomen unik në historinë njerëzore. Asnjë figurë tjetër nuk është përkujtuar në këtë mënyrë kaq të vazhdueshme, kaq të përhapur dhe kaq të dashur. Kjo nuk është rastësi. Në Islam besohet se kjo është një shenjë mëshirës së madhe të Allahut ndaj të dërguarit të tij. Ai nuk ishte vetëm një profet, por vula e profetëve, i fundit në zinxhirin e shpalljes hynore, një udhëheqës për të gjithë njerëzimin, jo vetëm për një kohë apo një vend të caktuar. Dashuria që muslimanët ndjejnë për të nuk është thjesht emocionale. Ajo është e lidhur me besimin, me mënyrën e jetesës, me moralin dhe me përkushtimin ndaj Zotit. Ata përpiqen ta ndjekin shembullin e tij në çdo aspekt të jetës, në sjellje, në drejtësi, në mëshirë dhe në marrëdhënie me të tjerët. Kur përmendet emri i tij, muslimanët dërgojnë bekime mbi të. Allahu e bekoft dhe mëshiroft. Ky është një akt që përsëritet miliona herë çdo ditë. Një tjetër dëshmi e lidhjes së fortë shpirtërore. Por ndoshta pyetja më e thellë është kjo: çfarë bën këtë dashuri kaq të qëndrueshme? Nuk është pasuria, nuk është pushteti, nuk është propaganda. Është karakteri i tij, është mëshira e tij ndaj njerëzve, është drejtësia e tij edhe ndaj armiqve, është përullësia e tij edhe në kulmin e suksesit. To cilësi kanë lënë gjurmë në zemrat e njerëzve, duke krijuar një lidhje që nuk shuhet me kohën, një epokë ku figurat publike harrohen shpejt dhe idhuj të ndryshojnë çdo dekadë. Emri Muhammad a.s. vazhdon të jetojë, të përmendet dhe të nderohet më shumë se kurrë më parë. Një emër që nuk është thjesht histori, por një prani e gjallë në jetën e miliarda njerëzve, një dashuri që nuk kërkon asgjë përveç ndjekjes të së vërtetës. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse edhe pas 14 shekujsh, ky emër nuk është shuar. Ai vazhdon të ndriçojë botën.